Unë asë nuk du me mendu, do me thamë që ka qeveri në Kosovë që nuk ullet seriozisht me mendu këtë projekt dhe me angazhu, me kriju, si thot, grupe punuese me qëllim të implementimit të këtij projektit. Këtë që ka duhet me mendu qeveria e Kosovës, do me thamë është se si me një kosto sa më të lirë mundet me sjell këtë gasjellës në Kosovë përmes të cilës do të lidhet edhe Serbia. Pra Kosova shndrohet në një vend tranzit të gazet e lëngshëm amerikan ku mund të furnizohet edhe Serbia. Pra pas që ka, domethënë, karakter të fortë të sigurisë kombëtare, pra karakter strategjik, ky lëng ka edhe përdorim të shumë llojshëm, pas që mund të ndërtohet një termocentral, domethënë me gazin e lëngshëm, ai mund të përdoret në industri dhe në sektorë tjerë që janë me rëndësi etike për Kosovën. Pra Kosova shndrohet në zonë influencës amerikane e përhershme. Edhe natyrisht Kosova nuk i nënshtrohet rrezikut të her pas hershëm të ndikimit rus ose të që vjen përmes Serbisë ose që vjen përmes vendeve tjera. Prandaj as nuk duam me menduar në këtë drejtim. Këtë çka duhet qeveria e Kosovës është cila mund të jetë rruga më e mirë e zbatimit të këtij projekti me një kosto sa më të lirë për shkak se Kosova është vend i varfër, edhe natyrisht ashtu siç ka menduar, siç ka kontribuar MCC-ja me rreth 200 milion por bateritë që i novojitën, domethënë Kosovës, mund të ndihmojë me një grant edhe në implementimin e këtij projekti. Pra në këtë drejtim duhet mendohet nëse ka kryeministër realisht ose qeveri që heziton në këtë drejtim, atëherë do duhej, domethënë, populli të ngrihej dhe për shkak se është projekt me rëndësi etike për Kosovën. Ashtu siç e kem NATO-n, domethënë Kosovë, KFOR-in Kosovë, që është siguri, domethënë e Kosovës, kjo është siguria e dytë që ndihmon Kosovën shumë.